Mirë mrama. Mirë mrama. Ju jeni? Unë jam Amar Denjalli. Vjen nga? Jen nga? Vin nga Tetova. Qish bandaj? Majr? Merë ju. Majr. E në një merë shau, jerdhëm. Sa e bukur. Sonte do të... Sonte do të përfirmojmë këngën Kur e përcolla Ilberin. Me piano, apo me përcjellje të pianos? Me përcjellje të pianos. Jepi! Kur e përcolla Ilberin ktheva hynano Kur ja pash manzorën varun ja lava me lo Mos e laj me lotoj zano Mos e laj me lo Shkoj viti par moj zano, por si dita so Mos e laj me lotoj zano, mos e laj me lo Se shkoj viti par moj zano, por si dita so Shkuan e muje, shkuan e vite, zemra mu do që flak S'nalan e halet, s'nalan e dertet me jetu e bashk O Ilberi da dëso, a thum ke haru Qofshin të maleku O Ilberi da dëso A thum ke haru Ditët e gërbetit Ilber Qofshin të maleku Mora harës që dola në bache Qora bat me I thu Prej mërzis o prej merakut Plasa tu I vajtu O Ilberi da dëso A thum ke haru Qofshin të maleku O Ilberi da dëso A thum ke haru Ditët e gërbetit Ilber Qofshin të maleku Amar, më knaqe shumë. Ke zgjedh një këngë shumë të vështirë për të interpretu. Faleminderit. Po njëkohësisht edhe këngë shumë e bukur. Nëse guxoj sugjeroj diçka është që të këndosh me zë të plot, sepse pate shumë emocion, edhe kur këndove në fillim me gjysmë zëri, vrehej emocioni. Kështu që lëshoje. Uroj që të shoh prap me zë të plot nga unë e ke një po.
Amar, unë nuk dua të ndjek ndjenja dhe emocione siç bëri Adelina. Adelina gjithmonë i ndjek ndjenjat dhe emocionet. Nuk e di sa mirë kemi bërë në jetën që kemi ndjekur gjithmonë ndjenjat dhe emocionet. As pak, unë nuk kam bërë as pak mirë, po ja ku jam. Po thua nuk e bërë mirë. Ke bërë apo s'ke bërë mirë? Nuk thash se kam bërë mirë, nuk kam bërë mirë. Por je Mirë, lumtur po, për gjithë nuk zgjedhjet dhe jam motive keq. që ke bërë. Nuk jam keq. Nuk jam mirë. keq. Shumë mirë, por mendoj që jeta unë mendoj që gjithë duhet kemi për te emocioneve që na bëjnë ne njerëz, na bëjnë human being, ne duhet jemi pragmatist kundrejt asaj që shohim, përjetojmë në ato që quhen shqisa. Adelina tha që është një këngë shumë e vështirë, shumë e bukur. Nuk e vën diskutim që është një këngë shumë e bukur. Nuk do të guxoja një këngë shumë e vështirë. Mendoj që është një këngë interesante, krijuar një post-folk, do ta quaj unë të shqip-folzve. Ki parasysh është e përsjellur vetëm me piano. Jo, pa diskutim. Kjo jo detyrimisht kjo Adelin duhet të më rrisi vlerat apo jo. Kjo i jep një lloj alternative apo një lloj dimensioni tjetër të këngës, po jo detyrimisht kjo gjë e bën më madhështore. Unë po flas për atë që pash në skenë. Ishte në tërësi shumë interesante, zëri jot është interesant. Unë jam skeptik, por nga ana tjetër do doja të rishihja sërish në skenë. Kështu që po pres, nuk po them as po dhe as jo për momentin. Goni, Unë nuk e di pse kam mendimin se kjo këngë mund të këndohet më me ndjenjë dhe pa shpërthim. Për mua, ka shumë variacion, çdo material. Kështu që unë nuk do të në qoftë se do të ishin 10 pikë, do të jepja 7, them të vërtetën. Sepse unë përsëri, edhe sikur çfarë të jetë, unë dëshira, pasioni, dashuria për skenën, për muzikën, për këngën e bukur shqipe që kemi ne, se është mirë filt, këngë shqiptare, veç ka gjë do të thoshja po. Faleminderit. Një po për të dytë. Faleminderit shumë. Po, unë nga kjo skenë nuk dal pa ju interpretu edhe një këngë tjetër, do të këndoj a kapella. Bravo! U dhe së shulloni dhe begjal, u dhe së shulloni dhe begjal, tu i mifkat jaroni dhe begjalo. E haj, e tu i mifkat jaroni dhe begjalo. O jaroni dadës begjal, o jaroni dadës begjal, sil mire dho gradës begjal, e haj, sil mire dho gradës begjal. Bravo, bravo. Amar shkëlqeve në kapela, edhe qëndrej prapa asaj që duhesh të këndosh me zë të plot, Si prapa asaj. prapa asaj thënjësime të famshme, që do të gëvendet një ditë me këndoj shkronja prapa Ari asaj. gjithandej shqiptari. Shkëlqeve në kapela, edhe definitivisht po. Faleminderit. Faleminderit. Amar, duhet të largohesh. jo, E pres edhe votën e... se si mund largohet ai? Si ke thënë po tje? Edhe unë nuk i pi këto 3 lëngjet kot. Boshin me... Sa po the, çfarë i the po? Tash po, jam skeptik, ju prita ju të dyve. Prita dhe okej. Amarin në Prit ndërkohë. edhe po në tretë atëre. Edhe të ka... Unë nuk mendoj që ti shkëlqeve në kapela. E mirë. Unë mendoj që ti bëre një zgjidhje të momentit, megjithatë potenciali jot vërehet. Po! Hajde zë. Unë kam shumë kujtime të jashtëzakonshme nga Tetova. Edhe?
Edhe nuk është momenti që unë në 41 vjeç ti pris ato kujtime. Ja. Po dhe nga unë. Faleminderit shumë. Por kujtes. Kujtes në prezantimin tjetër. Në rregull. Okej? Nuk është mirë të nxjerrësh inatet e vjetra me këngëtarin. Përkundër se Faleminderit shumë. Faleminderit. Miraftë.